rikthehemi në dhënçe. Atmosfera është e qetë, po nuk do jetë kështu pas pak minutash. Ktu, se do diskutojmë një gjë shumë të rëndësishme. Qa keni o vlla që bëni shere? Pse bëni shere, vlla? Plasën, ore, plasën. Po plasët, ore! Me fëmije, me të rritur, me bura, me graj, me pleqe, me plaka. Mirë çunat, po dhe gocat. Gocat më shumë se çunat. Po, gocat me gocat, dhe shkojnë prokurori, pastaj qajnë faqen, qajnë turit, qajnë... Ta Ulanda Jupi në studio me ne. Pedagoge, mike e dashur emisionit Bardazi, e di vet ajo, s'ka nevojë t'ja shpjegojon. Po, unë kam një vërejtje, në fakt, do flasim për debatin, po jo duke bërë debat, që të paktën t'japim një shëmë. Po, ne do t'a bëjmë budizëm. Do t'a bëjmë budizëm si Klodi. Klod Murati, miku dashur i studios ton. Ai është jogist, në studion tonë s'ka bërë kur yoga, më thënë, ka treguar ca stile, po ato s'kan mjaftuar. Debat. Rikthehet fuqishëm në studion Bardazi. Marcela Leki, psikologja jone e preferuar, e cila i kap ato 500.000 shikim shu për qef të saj. Bashkë me ty, Dhe rikthehet ai di nga historia, di nga plot gjëra. Melsi Labi, ai di ta bëj debatin Bardazi më mirë se ne. Do ta shikoni vetë. Mirë se erdhën Bardazi sonde. Ne po knaqemi, nëse doni kemi dhe kafe super, t'ju mbajmë zgjuar. Jo, do ta shikoni mirë si jeni. Nëse jeni pa adrenalin, çfarë kanë këta të rinj të sonte? Nesër, pas nesër, dje, pardje. Pse ju haku rizi? Dje 2. Pse ju haku rizi këtyre? Me mua e keni se... S'kan ujë dhe lajnë si italianët. Unë mendoj që se mora kështu fjallën e para, po me që jemi nga ta njerë kemi në kontakt, nga kontakt me të rinjt, në fakt është për të ardhur keq që ajo që ndodh me të rinjt në fakt është reflektimi asaj që ndodh në shoqërinë shqiptare. Do me thënë duket sikur dhuna është mjeti me cilin shqiptarët kanë filluar të bashkëjetojnë, edhe duket sikur është mjeti me cilin përpiqen të zgjidhin çdo gjë. Do me thënë në mungesë të komunikimit, dhuna është ajo që po zë vend për ditë, që në institucionet edhe qoftë arsimore, qoftë politike, në ranget të ndryshme të shoqërisë, ne kemi në vend të komunikimit kemi dhunë. Përse e bëjnë këtë gjë? Marcela, e bëjnë për famë, e bëjnë për të dukur, e bëjnë për ato videot me kë që përmendët ju me Erioni, se ju i keni marrë në qafë, ju e keni fajin. Jo, ju që kemi atë punë. Realisht kjo është një nga arsyet e pare njerë, që po shohim modele që të rinë po transmetojnë në rrjetet sociale, në Instagram, TikTok, duke marrë modele të dikuj që është i fortë, dikuj që është VIP, dikuj që ka një PR tepër të lartë, duke përdorur modele të ndryshme dhe çfarë ndodh tek moshat adoleshentë, që sigurisht që është mosha më delikate, normalisht që fillojnë dhe imitojnë, por duke nuk marrin parasysh sepse këto imitime arrin deri në fatalitete. E para është një ndër to, dhe e dyta janë dhe rastet, domethënë që duan të duken të fortë në shoqëri, duan të dominojnë, sepse relativisht shoqëria ka një ndikim tepër të madh. Tani në shoqëri kur thua përpara gocave, se përpara çunave, apo duan ta tregojnë forcën dhe brenda gjinisë? Sigurisht që brenda gjinisë mendoj unë tani, sepse nuk kemi parë që një djalë të rrihet me një vajzë. Jo. Moshë adoleshente. Bëhen agresiv që t'i shojnë gocat, është kjo... Po marrim në bazë të analizës së fundit, konfliktet së fundmi kanë ndodhur mes dy gjinive, në moshën 15-16 Po nuk janë konflikte, o Marcel, nxjerrin thikën dhe çajin zort e bardhut. Nuk janë konflikte këto, nuk janë një grush, nuk janë një shpull. Këto janë fatalitete. Konflikte që kanë nisur, sepse nuk ka qenë ai moment që ai ka nxjerr thikën dhe i ka qelluar shokut. Ornela, problemi është që kjo shoqëri e ka humbur ditësh, muajsha, varet se si mund të pra ka disa, nuk ka vetëm një shkak. Ska lidhje. E nderuar psikologe, sepse normalisht nuk munden të dalë mbasi para teje në këtë pjesë, por Më lëri të hyrjet e gjata ti tani, se pjesa është më komplekse. Është shumë herë më komplekse, janë shumë faktorë. Esenca. Nuk është vetëm një faktor. Esenca, mungesë e edukimit, shembujt promovues. Si mungesa e edukimit fajin prindrit. Mungesë e edukimit në programet që nga programe shtetërore, familja, shoqëria, problematik në shkollë. Zinxhir. Modelet që merren si shembuj. Po i bëj juve një pyetje gjithë tavolinës. Po, kush është kampioni shqiptar i shahut? Unë e di.
Su vjen në mendje tani. A dhe cili është kriminali më i madh për të muaj? Aha, e di edhe atë. Ai shikoni, televizionet janë pa filtr. Okej. Japin vetëm, nuk japin emisione edukimi, kemi vetëm kronikë të zezë, sepse ato tërheqin ato. Për ta plotësuar atë që thot, për ta plotësuar atë, ka një gjë që shoqëria shqiptare ka humbur sensin se çfarë do të emision edukimi, atëherë sa do e kemi shikueshmërinë e një target saktuar apo adoleshencës në thonjza? Dhe cili është misioni i televizionit? Domethënë, ideja është misioni i televizionit? Misioni ka një klauzulë që është edukimi. Çdo gjë duhet të jetë e filtruar në ato që transmetohen. Jam dakord. Jo çdo gjë duhet dali shablon, si themi, në shqip fare aty në media, domethënë u vra, u pre, u bë dhe ky djalë vrau këtë, ky përdori këtë taktik, ky përdori këtë metodë tjetër dhe normalisht që këto fillojnë imiton edhe pjesa tjetër e grupit. Por nuk është kjo, nuk është kjo e para, ka shumë rrethana dhe nuk është një klauzole e caktuar që është kjo, ose të bëjmë një analizë, është ky. Nuk është një faktor. Nuk është një, janë disa dhe për të arritur deri në një konkluzion, duhet marrim të shumta. Është një zinxhir faktorësh, mendoj unë. Ndoshta mund të jetë shoqëria, ndoshta mund të jetë gjitha. Ndoshta janë edhe alienët këre. Edhe alienët e kanë fajin për këtë. Erian, të lutem, kam nevojë të bëj një zhvillim. Ti mos qesh, po merr pjesë në debat. Dgjoj, ideja është këtu që nëse bëhet kjo, mbase domethënë kam një tipologji tjetër, nëse ndërhyn njëri, ndërhyj tjetri që këtu nis sherrri. Ne po transmetojmë. Jo, ne nuk bëjmë sherr. Jo, okay, por nëse nuk e lihet radhë që të përfundoj çfarë mendon ai, pastaj tjetri mund thotë atë të tij. A kupton se përndryshe edhe njerëzit që na ndjekin tani kuptojnë asgjë. Kam patur një ditë të ngarkuar dhe me dëgjuar tani 4 zëra në të njëjtën kohë, 4 mendime. Po shqiptari dëgjon 4 mendime në të njëjtën kohë. Ka, është aftësi. Por jo, nuk është kjo. Unë besoj se po. Dëgjoj, nëse nisim tani tek pjesa e këtyre konflikteve apo këtyre agresivitetit tek rinia, ka një gjë. E tha për shembull Ornela dhe e thon tër, ky brezi sot, çfarë ky brezi sot? Ky është një bulizëm që ne i bëjmë të rinjve sot. Unë nuk kam dëgjuar asnjërin që t'i thoj, hey, e bëre këtë se ke bërë, s'ka gjë, nesër ti do ta bësh më mirë. Ta vrasi fare nesër. Një sekond. Sot e plagosi nesër. Ju jeni të rinj paçu, bëni këtë. Po pse? Dëgjoj, për plasje brezeve, por nëse ikim edhe po pra, nëse ikim tek prindrit tan, gjyshrit ja kanë thënë, nëse ikim pas edhe gjyshe, pra, unë mendoj që kjo është nëse e nisi më shumë herë, domethënë më përpara. O Klodi, po çfarë thua Klodi, se ta thash shumë mirë Erioni tani. Sot e plagosi nesër ta vrasi ti marri mjetën. Jo, më absolutisht as pak. Nuk i dëgjon, jo, nuk i dëgjon askush këta të rinj. Domethënë ti vetë që në shkollë, vajza ime është viti i parë që ishte 10, ju e dini që mori pjesë në shkollë. Kush duhet i dëgjojë? Një sekond. Vajza e mori pjesë në shkollë këtu. Dhe ajo ka lindur, është rritur në Belgjik. Dhe nuk është mësuar që të dëgjojë mësuesin, si edhe e kundërta, ti përtasin nxënësve, se ke bërë këtë? Edhe merr kur dilte nga shkolla thoshte, babi thoshte ajo i bënte këtë bëre. Thoya babi, po s'ka gjë, domethënë ajo nuk e ka me ty personale. Pra, dy janë mësuesit kryesorë të jetës tonë. Prindrit që na mësojnë të ecim dhe mësuesit që të edukojnë se si ti. Ore, po kur prindrit janë vetë ashtu. Një pra, unë këtu e dua të dal tani. Kur ti ke një në shtëpi, domethënë dy prindër që zihen, shajnë, bërtasin, automatikisht fëmijët çfarë bëjnë? Nuk kanë fuqinë që t'i kthejnë prindërve. E marrin, e mbartin ato e dhunë dhe shkojnë pastaj ku? Tek shoqja, tek shokët. Dhe sepse diku duhet të shfryjnë. Mësuesi nuk e dëgjon, as nuk i thon, zemër, çfarë ke ti? Se nuk ka një gjë që nuk shkon tek targeti është mësuesit vetë dhe i kritikon direkt. Unë e zëri. Nëse target do të vëmë ose mësuesi. Dëgjoj, janë të dyja bashkë. Energjia e prindërve kalon tek fëmia. Dhe fëmia shkon pastaj edhe e derdh në shkollë. Por nëse mësuesi nuk e dëgjon, sepse hajde familja nuk e dëgjon, por nëse mësuesi nuk e dëgjon, kush do të dëgjojë? Po ka një gjë për te familjes edhe për te shkollës. Shoqëri që mundon të marrin modele. Tu ka një gjë për te familjes edhe për te shkollës. Ne kemi një brez të ri i cili reflekton atë, ashtu siç e thash në fillim, reflekton atë që ndodh në shoqërinë shqiptare. Jo, unë them, shoqëria shqiptare ka humbur është çik më keq se shoqëria. Ka humbur sensin, po sepse shiko, e kanë më të ulët filtrin. Domethënë nëse kur rritesh ke një lloj filtri, kur je adoleshent këtë filtr nuk e ke fare. Por ajo që duhet të themi sot është që të rinjt, më të rinjt, më të rriturit dhe të rriturit fare që bëjnë pjesë në këtë shoqëri, duhet të themi që e kanë humbur sensin e çfarë do thotë jesh i fortë. Jesh i fortë do thotë
të vetë përmbahesh. Të jesh I fortë do të thotë të dish ta zgjidhësh një konflikt, jo përmes dhunës, por përmes forcës së fjalës edhe të argumentit. Në fakt, kjo shoqëri këtë ka humbur. Pikërisht këtë po them, që kjo shoqëri, ata teenager, ata adoleshent pikërisht janë produkt jo vetëm I familjes, jo vetëm I shkollës, por I gjithë kësaj shoqërie ku rriten. Pra, ne nuk mund të themi e ka fajin familja, ne nuk mund të themi e ka fajin shkolla, janë mësër faktorësh të cilët kanë zgjidhur hallkat e komunikimit me njëri tjetrin. Jo, kanë humbur hallkat e komunikimit. Ka humbur hallkat e komunikimit brenda familjes. Apo s'ka përgjegjësi? Po si mos ka përgjegjësi? Ka pa stadiumi. Nuk lind një njeri. Ka përgjegjësi psikologu në shkollë, ka përgjegjësi shoqëria, sepse ky fëmijë është dhe produkt I shoqërisë, nuk mund të thuash që një fëmijë është vetëm produkt I familjes apo vetëm produkt I mësuesit. Janë një sër faktorësh që formojnë sot. Po edhe shoqëria është produkti që nga fëmijët, rrjeteve sociale. Ajo që ne duhet të themi sot, që përveç kësaj është mungesa e komunikimit, nuk është vetëm mungesë komunikimi njerëzore, është mungesë e komunikimit dhe të hallkave përgjegjëse që ndërtojnë dhe mbajnë në këmbë këtë shoqëri, duke filluar që nga... Kam një pyetje për gjithë panelin, të lutem. Ai është në dieni, në koshiencë të plot një adoleshent ose një njeri që sapo ka kaluar adoleshencën, se çfarë do ndodhi pas një veprimi të tillë? E kanë këtë panoramë apo nuk e kanë fare? Sepse deri tani, domethënë, nëse kjo duhet jetë. Mendoj unë që se po flasim dhe ata nuk e kanë të qartë edhe ne po flasim kot. Jo, ata normalisht kush duhet ta bëjë qartë? Të gjithë së bashku, familja ka rolin e vet, shkolla ka rolin e vet, një mësim I veçantë në shkollë, duke marrë psikologu ka rolin e vet. Psikologu ka rolin e vet, por nëse në rast se duke ditur një Qa do bëj një psikolog me... Jo një. O Marcela, një psikolog me 700 veta. Qa do bëj jo? Rolin e vet. Nëse shkon te psikologu, fillon e bullizohet dhe diskriminohet nga shoqëria. Ne tjetër tema jo. Flasim për fakte. Duhet mësimore ose një herë në javë të jetë një lëndë, një temë e hapur. Në rastet një fëmijë adoleshent ka kryen bullizon, diskriminon, plagos... Ka një problem të madh se si ne konceptojmë psikologu në shkollë. Unë mendoj që tek psikologu në shkollë nuk mund të shkojë vetëm një fëmijë problematik. Duhet të shkojnë fëmijët dhe për bisedë normale të nderuar. Nga I kafe sepse tamam, por një sekond. Nuk dua të do një kafe. Në situatën ku kemi ardhur e vetmja zgjidhje është që ashtu si mendoj unë, futja e edukimit intensiv në shkolla për sa I përket respektit, pasionit, si ndjenja, që e zbusi njeriu. Tani ne po kalojmë tek faktorët që ndikojnë në zbutjen e kësaj klime. Ajo që jep zgjidhje, sepse kemi ardhur ne nuk kemi nga 97-a. Unë jam adoleshent. Unë mendoj që traumat e 97-s unë di dhe I mbaj. Nëse brezi I ri ka këtë qasje ndaj dhunës është pikërisht sepse te ky brezi I ri mungon edukimi shpirtëror. Në shkollat tona ne kujdesemi vetëm për të edukuar ose për të mësuar dije, por në fakt ne harrojmë që gjëja më e rëndësishme që duhet të formojmë qeshi Klodi se ka shpirtin. Duhet të formojmë shpirtin. Një fëmijë I cili rritet pa pikturë, pa art, pa muzikë, pa dance, pa teatr. Muzikë sa për atë... Po çfarë muzike? Që 2 vjeç I kam parë me sytë e mi unë që kërcene e këndoj. Ideja është qoftë se ti lë këtë kohën kaq shumë të lirë dhe të pambushur me aktivitete, qoftë artistike, qoftë sportive, ata diçka do ta çojnë këtë energji. Do t'ja mbushim ne brenda 4 mureve të pallateve. Po, mi pra, kjo është problemi dhe ne unë jo më kot e thash më parë që ne kemi vjen gjitha paket. Po pra, është një tornado që e ka futur të gjithë shoqërinë shqiptare në këtë vorbullën e vet, ku familja e humbet thelbin dhe rolin e vet për shkak edhe të ndryshimeve të ne poritim adoleshent burgaxhi, kjo është thelbi, poritim I drejtë në shkollës dhe familjes, poritim adoleshent e para një herë një O Marcela, një sekond të dëgjoj. Një fjalën problematikë ju ndaj edhe këtu. Jo se ne nuk po debatojmë. Ne porrizim adoleshenta më keq se sa burgaxhin e Suedis, apo të Norvegjis, apo të Danimarkës. Jo, ato dalin me profesion. Nuk duhet të përgjithsojmë, nuk duhet të përgjithsojmë, nuk duhet të përgjithsojmë të gjithë se ne po bëjmë një gabim të rëndë. Po mirë, po ta mbaroj unë. Jo, të gjithë jo, nuk po themi për krimin e madh. Po ta mbaroj si mendim. Është bërë krim I madh. Se ndodh kjo?
Sepse edhe të burgosurit në këto vënde që sa po thashe, ka një orë liri dhe shohin qiell. Fëmijët tanë nuk shohin qiell, shohin vetëm beton, 4 mure, nga do që të kthehen. Duhet ta çojnë kokën shumë lart, tashmë që të shohin një copë qiell, një hapësirë. Ajo hapësira, të paktën ju duhet ta dini shumë mirë, është ajo hapësirë që jep mundësi vizionit. Jep mundësi të parit, mundësi të vëzhguar pjelljes, imagjinatës, që do të frymëzohet, supozohet nga librat, që nuk frymëzohet nga librat, po kjo është shumë imaginative. Merë dopaminën me tonelata nga iPad. Si kur ta zbrisim në tone më të prekshme, pra e kemi trekëndçin shkollë, familje, shoqëri, dhe adoleshent, po mi pra, kur themi shoqëri, qyteti është pjesë e kësaj këtij mjedisi. Ta heqim këtë pjesën e mjedisi është një tjetër, shoqëria është gjë tjetër, mendoj unë, sepse këtë Tirana vetëm një copë liqen aty. Po s'ka asgjë më. Okej, Klot. Jam të stresuar, jam të mbyllur, nuk kam vizion. Ik dhe vendosu në anë të detit, shikon detin, qetësohesh edhe imagjinon. Rrinë një 4 orë pallati në Tiranë, imagjino po desh. Edhe në të gjithë adoleshentët në familje, këshe një nga familjarët, apo një adoleshent, të jetë i shtrirë, ose i ullur, ose të shohë i detin, të kryoj atë relaksin ose vizioni që ti thua, po i ke gjithë me telefona tableta në përduar. Dhe që kjo nuk qëndron, ha? Jo. Klodi. Tani është faktor. Tani nuk po flasim. Ne do të përshtatim me kushtet që na ofrojnë. E bleu vetë telefonin e mbajtja. Po ti, babaja ka bler, familja ka bler telefonin. Babaja kufizon, është prindja i vë ato kufizime. Po shoj, po flasim që relativisht edhe kjo, por kjo... Marcel, të lutem. Mos i hedhin gjë në ushqim. Jo, nuk i hedhin ne, hedhin ata që i fabrikojnë ushqimet. Pra ti beson që kanë dhe një gjë ushqimet? Po, dëgjo, ideja është këtu që nëse ti shikon, ose unë e shikoj për shembull në supermarketet, gjithë dalin domethënë këto të rinjt me Red Bull, ose marrin këto alkoolet fshehurazi. Dhe që aty domethënë ti thua, nëse një adoleshent 14-15 vjeç si vetëm nga zhurma, le të themi i merr këto dhe del në orë të gjata, le të themi edhe në lagje ku do që shkon, do thotë se në shtëpi diçka nuk shkon, ose është kaq shumë, le të themi i lëshuar që as nuk i bie në mend që ku është ky fëmijë, që është 14 vjeç, që vjen në orën 12 apo 1 natës. Pra që aty unë shikoj që tek lagja ku banoj. Dhe them, nga momenti që ai nuk e ka vëmendjen në shtëpi, që do thotë dakord jam prindit iki në punë, të shumë. Po pse s'na jeti ne jemi rritur dhe ne familja nuk ka vëmendje për fëmijët. Jo, nuk e kanë absolutisht. Pra një nga gjërat që mua më ka shokuar para një jave, isha tek Top Tani, ishte një nën dhe djalit që të hante kishte telefonin mund tek syt, po kjo distancë. Dhe kam të filmuar, se kam postuar akoma. Dhe afuste ushqime kështu nga hundët. Nga hundët, nga veshët, nuk e di, por ai shikonte telefonin dhe hante. Tani se çfarë hante ai fëmia, ai nuk di gjë. Por nëse ajo do i hiqte telefonin, ai nuk di gjë se çfarë ha. Domethënë ose nuk do hante fare. Dhe kjo ishte domethënë, edhe unë them, si do rritet ai fëmijë? Ai nuk është as pak prezent. Pra, çka do thotë që nga momenti që ti nuk je prezent? Në formë mekanike. A kupton? Po absolutisht, pra çfarë pret atëherë si mos janë këta të dhunshëm. Kur unë kam propozuar të kthemi çik tek shkolla, për sa i përket, domethënë anës shpirtërore, kur unë jam kthyer në Shqipëri në 2015-ën, një nga qëllimet e mia që e kam edhe sot sigurisht, ishte që këtë më thonin tërë. Pra, unë kam ikur 15 vjeç nga Shqipëria, 97. Dhe, kur shikoj një 15 vjeçar tani, them, unë kam qenë 15 vjeç në për malet e Greqisë që të kaloja në këmbë për ditë e net të tëra. 17 vjeç në mes Brukseli, do më thënë që Brukseli 99-ën ka qenë më keq se 97-a. Dhe them që, kur më thonë qa pate që erdhe, them, pse? Nëse mua emigrimi më mban, ose më mbajti, do thotë se isha një element i mirë, për ndryshe nuk të mban. Unë, këtë qka e mora, duat të sjell në vendin tim të kontriboj pikërisht në shoqëri, në rinin këtu. Dhe kur e kam propozuar këtë në për shkolla, i kam thënë dëgjo, profesioni im është ky. Pra, merr me pjesën e jogës, por atë çka bëj është pjesë e motivimit, si të menaxhojmë emocionet tona, sepse ne nuk menaxhojmë dot çka ndodh jashtë. Si do ta kishe motivuar ti një 15 vjeçare para se të hidhej? Si? Para se të hidhej, sepse ata nuk din jo vetëm çfarë i pret mbas një thike, mbas një sherri, por e marrin jetën kështu pa problem fare. Kalojnë në botën tjetër pa ju dridhur qerpiku fare. Dhe kjo është rëngjese, kjo është ulëritse.
Atëherë, si mundet një 15 vjeçar të kalojnë në botën tjetër, pa patur asnjë fen për këtë botë? Sepse nuk humbet asgjë të bukur. Nuk humbet asgjë që do ta bënte pishman se e humb. Tek ajo çka them që prapi themi edukimit praktik nga situatës mendoj prapësh. Unë mendoj këtë, nga momenti jeta është e bukur, ne që e kuptojmë. Nga momenti që nuk arrin të menaxhojnë. Se kupton pra, kush është detyra jon? Pse se kupton? Nga momenti që nuk arrin të menaxhojnë dot emocionet. Në një target shumë të vogël. Jo, nuk është target i vogël sepse është plagë e madhe. Mund të jetë target i vogël, po plaga është shumë e madhe, po që vjen pikërisht sepse ne jetojmë në këtë shoqëri. Unë përpara se të vija këtu, u konsultova me të dhënat e plagosjeve dhe të vrasjeve që kanë ndodhur këtë vit. Ishin 80 dhe një pjesë e këtyre ishin tek adoleshentët. U kujtova që në verë ne kemi një plagosje për arsye banale për një lojë dominosh ndërmjet dy pensionistëve. Dhe rikthehemi dhe të një herë tek ajo që nuk është çështja se ne kemi vetëm adoleshentë të dhunshëm. Ne kemi një shoqëri të dhunshme që reflektohet detyrimisht tek qeniet më të dobta. Tek qeniet më të dobta që janë adoleshentët. Pse është bërë kjo shoqëri kaq e dhunshme? Sepse këtu njerëzit, po ta themi në mënyrën më brutale, janë detyruar, janë futur në ca kallëpe që janë gati të hanë njëri tjetrin për të mbijetuar. Pra këtu s'ke kushte ekonomike, këtu papunësia po bën namin, këtu njerëzit për mbijetesë duhet të gjejnë dhe 2 dhe 3 punë, dhe padyshim që gjë e parë që dëmtohet në këto kushte kur mungon ana ekonomike, sociale dhe gjithë tjera të hallkat me radhë, është pikërisht familja. Dhe kur çedon familja, detyrimisht e para që çedon është vëmendja dhe mirëqenia e fëmijëve. Të gjitha këto janë harta që jam shumë dakord. Kjo është një pjesë. Marcel, të lutem, jo, se s'kemi kohë, se jemi drejt mesazhit. Por kemi dhe familje që janë të emancipuar. Jemi live dhe duhet të respektojmë kohën televizive. Marcel, të lutem. Vim pak e pyetja, Marcel, më ndiq pak. Çështjeve penale. Marcel, se s'kemi as Marcel, të lutem, më ndiq pak e pyetja çfarë vjen në ato momente një 15 vjeçar, para se ta kuqë fillin nga kjo jetë. Arriti qëllimi që ai donte të tregojë të fortin, asnjë gjë tjetër. Unë mendoj që ka një urrëtie të fortë brenda që thjesht e shkarkoi dhe pas. Besojmë se është vërtet. Nuk besoj se kjo. Kemi edhe ka bërë të foto dhe ka postuar në rrjetet sociale për të treguar. Ne duhet kemi shumë kujdes me këtu me mesazhin që po japim. Të lutem, ma thuaj pak. Dua edhe një herë të theksoj që ne si shoqëri duhet kemi parasysh që i fortë nuk do të thot dominim përmes dhunës. I fort realisht do të thot të menaxhosh forca e argumentit, forca e fjalës. Një adoleshent nuk e kupton këtë. Dakor, është detyra jonë, është detyra shoqërisë t'ia tregojmë ti adoleshent. Pikërisht pra kjo mungon dhe tek ata në shkollë. Nuk e kupton. Këtë që po thoni dhe ne po flasim, ata nuk e shohin. Me yoga, me hamër, si do t'ja u shpjegojmë Klodi? Atëre, jo gjatë, jo me histori. Jo, absolutisht shumë e shkurtër. Pra, kjo që ka thua ti, si mund t'ja demonstroj me yoga? Pikërisht, po, me yoga. Nëse yoga me ka transformuar mua, pra, nuk më ka ndryshuar, më ka transformuar. Nëse do të futemi te historia ime, duhet kemi 40 minuta më tjetër. Jo, me një fjalim ma thuaj, se më kuptoj, ke qenë rebel. Rinia ime, adoleshenca ime, në 97, kam qenë rebel. Nuk mund ta më dhe yoga ty të bëri një njeri të mirë. Yoga mua më ka bërë ky person që jam sot. Unë deri sot kam dëgjuar njerëz që lën alkoolin, lën drogën dhe i futen besimit fesë. Dëgjoj. Ndërkohë që nga dhe yoga një zgjidhje. Jo, ndërkohë është yoga një zgjidhje. Po mirë, si do bëjnë ata që nuk duan të bëjnë yoga, dikush që e ka praktik, e ka dikush domethënë reale. Kur unë kam propozuar jogën, në shkollë, drejtoreshat më kanë thënë, po sfusim fene, me gjitha të... Mos ishte nga ato drejtoresha që erdi Meli i fute brënda? Nuk e di unë. Pra, dhe sot, për shembull, unë mund të vë, një nga drejtoreshat që me të vërtetë respekte, drejtoresha e Asim Vokshit, është një nga të parat që e ka futur praktikën e jogës te disa nxënës, dhe kur kanë dalur ato nxënës nga oran ka thënë, ku mund të bëjmë gjë tjetër? Po mos duan kickbox, mo Klodi. Se kjo rinia unë jam proner. Mos duan kickbox, duan të shkarkojnë. Të shkarkojnë, patjetër. Shpatat e samurajt. Jo, shpatat mos deri atje. Po yoga me këtë zë, po është i çuditshëm që edhe ky zëri ka dy ekstremitetet. Ka zëri, pra, truri duhet të kalojë të dy fazat, të shkosh në maksimum ekstremen dhe pastaj të qetësosh. Klodi, shiko, se një sekond. Çështja është këtu, Klod. Çështja është këtu. Nëse do fute yoga si orë disipline në shkollë, unë ju garantoj që rinia do ndryshoj.
dakord, jam dakord me këtë, por ka një gjë. Historia e njerëzimit, kemi kohë. Historia e njerëzimit, po një sekondë vlla. Po një sekondë vlla, një sekondë. Historia e njerëzimit ka qenë histori me luftë. Ne tani i themi atyre mos bëni luftë. Po bëj si ku bëj luftë, vlla. Bëj dashuri apo bësh? Po dashuri, po pse më çfarë do bëhet këtu? Më mirë dashuri në krevat se sa luftë edhe në çfarë thua? Do vide ku e luftës, po thonë se bëni me njëri tjetrin. 2 minuta. Kemi gjithë ato minuta me çfarë 2? Kemi gjithë ato minuta për rubrikën tjetër. Japë të rinjve kohën e tyre për te mësimit të kenë mundësi të zënë me aktivitete sportive, jashkollore, lexim, art, edhe unë them ku, në Mars, në Hënë, sepse unë mendoj që ushqimi më i madh që ka nevojë. Më gjej një vend, më thuaj një vend. Aty keni punë nga mbrapa. Kjo është empirike, me ty jam dakord në teori, po ku konkretisht? Te fushat e liçenit ka plot. Te fushat e liçenit, këto marrin te fushat e liçenit. Kjo është çështja se ai thjen ai nga Kamza nga po. Sapo ta thake, dita e votimit vrapojnë mbas kutive. Jo. Lagja, më fal. Lagja ja një diçka. Lagja ere që quhet për te autostradës, superstradës. Ka rënë autoriteti fare pa çekiç. S'kam çekiç. S'ka çeço biçak. Jo, s'ka biçak. Dihet botërisht, dihet botërisht që ajo lagje Astiri, po flasim, dihet botërisht që nuk ka, s'ka shkollë, s'ka klinik, s'ka teatr, s'ka, po ka 50.000 njerëz. Astiri, plotësh. Tash do t'i edukojmë, po ku? Okej, dakor. Më falgje, ula do me thësë, dhe më e qënë do me situatë. Kafe sportive afër, asnjë nuk ka për atë. Dëgjoj, t'i bëjmë gjithë këto vepra. Këto probleme nuk kanë lindur, si që thot Klodi në prerë të parë në histori. Kemi Sienën. Dalin ata, janë darë në lagje, bëjnë gara me kuaj. Po vëri të bëjnë gara me kuaj, o vllap, se të vriten me njëri tjetrin. Kuaj thiren për shishje bab thiren, ku i ke kuaj njëherë? Po si s'ka kuaj, po na kuaj tanë, po xhirojnë firma. Minje dhe qenë e masë e këto. Propozoj që erën tjetër, kur të jenë... Kujdes, Ori, unë erën tjetër mendoj që ti duhet t'jesh antar i Këshillit Bashkiak të Tiranës për t'i propozuar këto idet. E, një sekund, nuk bëhem dot Këshillit Bashkiaku se s'jam spion. Nuk bëhem dot, po futen në politik ti, në mos të dhënë qatë 2.000 vota, po jam, do t'a heqë. Nuk të fshetë, që se ditë ne jemi që jemi kandidat për Bashkinë e Tiranës. Zërat nuk janë kohë. Jo. Nuk dua. Do ishte një kandidatur fantastike, më beso. Do me thënë, unë se kuptoj si të vish ta Ulanda në emisionin tonë dhe të më fyesh mua të më thësh këshilltar. Ore, jo ti s'po. Ti për këshilltar jam unë. Ti nuk po dëgjon, unë po them shpall kandidaturën se me që zgjehen në opozita, me që zgjehen. Merioni është vetëm bardhazi. Ne jemi këtu për të dhënë mesazhe, për t'u folur njerëzve për ato probleme që kanë hall. Nuk i dua ato 100.000 lekshin e atyre, nuk e dua, pare. As lejet e ndërtimit e atyre, as parat që japin në dorë, as gjithë duan ato, fare, as një gjë fare. Po, ata e kanë blokuar ndryshimin, sepse... Po. Si thot zotria... është turpi zotit të kërkosh zgjidhjen e Këshillit Bashkiak. Ta gjejmë teatrin, ta gjejmë teatrin... Ja ta them unë çfarë zgjidhjet, ja ta them unë zgjidhja ime është kjo. Dini atje në shesh, rrethojnë i Këshillin Bashkiak e ta shkosh se s'ka ku të ven ata. Një vlonjat të fut atje dhe u tun gjithë Shqipëria. Një vlonjat. E kupton? Një vlonjat duhet këtu, e kupton? Lese ti unë atë. Ismaili tret. E kupton, kështu që ta kam fjalë. Po se i dyti është ai vlla me atë mjekën e bukur mos na. Politikë emisionin, Jo, s'kam punë fare me politikë, unë po bëj thirrje qytetarie. Se ne kemi alergji vlla. Ne na dridhet misht na politika. Nuk duam ne, po duam qytetaria ama. Ti kërkojnë politikët dhe heqin zvaret, i thuar, qa bënd ti aty? Ngron vezë në karike? Sto dhe ape konë, shojë zërin, e kupton? Për këtë se bëjnë ata. Vezë të tyre ngrojnë ata. Këtë se bënd të shkojnë të kërkojnë të drejtën. Jo. Aq kesh janë në këtë, sa njëri që e bëri, ju vërsurën gjitho sa i madhë, mi që si bën dhe këngë, kupton? Ti bëni në këngë si Zani Çaushi. Bën këngë. Ishte vetëm këshilltar pa pallat, ndaj. Po, edhe kjo është e vërtet. Kështu që nuk duan ato pallate fare. Ta Ulanda më beso. Nuk ka qenë kur dëshira ime për të marrë gjëna politika. Dua të marrë vetëm shëndet na Zoti dhe asgjë tjetër. S'dua fare asnjë gjë. Më vjen keq për fëmijët e njerëzve që me drejtë Ornela është e terrorizuar kur e thonë më gjethet misht. Dhe ne duhet ta kuptojmë këtë gjën, se një njeri
si kur të dhunohet. Një njeri si kur të dëmtohet, dëmtohet gjithë njerëzimi. Po ne nuk e marrim seriozisht, për këtë më vjeni natë mua. Po ndaj duhet ta marrësh. Po të garantoj që ka 1 milion zgjidhje, jo një. Ndaj duhet ta marrësh dëgjoj. Unë mund të them 100 zgjidhje tani kështu. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Ndaj duhet ta marrësh seriozisht propozimin. Ndaj duhet ta marrësh propozimin. Po ja sepse. Nuk e marr. Po ja sepse. Sepse njerëzit që kanë hall nuk bërtasin. Për këtë arsye nuk e marr. S'dua. Ndaj duhet të Nuk dua ti ndihmoj zotri. S'dua ti nxjerr na balta se janë mirë në balt. Deri në Baltri, në Luc. E kupton, kënaqen me atë. Kur të heqit dorë në balta, më kanë aty mua. Kur të duan. Edhe si kur t'jen plak me një dhëm, dal aty edhe i heq zvarë gjithë. Po duhet një Nikola Koperniko, burr. Po jo pra se nuk duan, e kupton apo jo, nuk duan. Të dalë. Ore shko, ky është një komb që aktivizohet në lagje vetëm kur ka ndeshje. E kupton ti apo jo? Fëmijët e këtyre ulurin dhe në orën 1 natës poshtë pallatit. Do edhe i granat në i ditë, e kupton çfarë bëjnë këta? Granat metaforike, se s'kam granate, kupton? Po them, të vjen. Kov me ujë. Të që thot Klodi, nuk din ku kanë fëmijët, e kupton? Nuk i din ku i kanë. Poshtë pallatit presin. Po lere qa poshtë pallatit do zoti se unë i shoh që vetëm rrifen. Presin orën 12 që t'i den fishek zjarret e rastit. Kjo është një problem në çdo lagje. Nuk e se çaj. Mos e merr kaq seriozisht. Jo, nuk e marr. Jo, unë se marr. Këshilli bashkiaku të ndihmë. Unë se marr seriozisht. Por Zoti i ka dhënë njerëzve zë dhe mend, siç thot Klodi me drejt, për të reaguar. Ta përdorin, po. Për të reaguar. Jam shumë dakord me ty. Për më të mirë. Nuk reagojnë kur shohin gjëra që nuk shkojnë. Ama reagojnë, Kemi një opozitë të tërë tani, se dua të qeshim qik, e kupton, që po lozin odha një letër mu në post, ajo rrugës humbi. E kupton, nuk e gjej dot letrën. E kupton, nuk janë dot 100 veta, 200 veta në gjendje të thonë, ora hajde ti olla. Tani, jemi në minutat. Po varet ku i ke gjetë ata 100 veta 200. O i zoti shtëpisë. Ata që vjen aty nuk e kanë marrë mandatin për muaj për ty o zotri, e kanë marrë për të mbyllur punët e tyre. Ta gëzojnë zëmra. Jo, ta gëzojnë shpirt për punët e tyre. Zëmra, kur të mbyllin punët e tyre, isha lanën hapur punët e këtyre tjerëve. Derisa ta kuptojnë, do se ofin dita. Kemi hequr dorë, janë mandati do vemi. Mesazhit, lutem. Se Rimelzi me gjitha të mendje, edhe ti me gjitha të mendje, tjetri Marcela me gjitha të mendje rin rrugëve. Këshilli e tiste, ne jashtë. Ne nuk kemi mesazh, kemi vëndçe. Nuk kemi punën tona, por nuk kemi mundësi të shërbejmë më shumë nëse qytetarët nuk fillojnë të mendojnë seriozisht se cila është e mira e tyre. Eksakt. Mesazhi jam dakord për mua shkon për jo s'dua mesazh, jo. Për familje. Jo, s'kemi mesazhe kësaj radhe. Kemi vëndçe. Jo, s'dua mesazh, harxoj, kemi një vëndçe. Mendoni ju të tjerët ndërkohë që edukoni fëmijët, sepse shumë fëmijë të tjerë dhe shumë nëna po përballen me disfata të ndryshme. Edukata vjen që nga familja, shkolla, shoqëria, por unë e kam të familja e para. Aty është thelbi dhe çelësi kryesor i çdo. Familja prindi 1, prindi 2, prindi 7. Prindi 2, po flasim tani për familje. Nëse ti e di se ku është fëmia jote, e di. Nëse se di pastaj. Po e shkatroj familjen me dhunë, kështu që është e kohë. Jo. Çdo kush që një familje që është e fortë nuk ka kush të shkatrojë. Nëncja ime është përdorni fjalën. Mels? Si ta përdorin fjalën të mbështjell me baseball-i? Se këtu dëgjoj. Fjala ishte e para. Përdorni komunikimin, fjalën, veprimin. Taulana, të bëj një pyetje. Si ka mundësi që jemi kombi në botë, që kemi më shumë shkopim baseball-i nëpër makina dhe se përdorin fare si sport? Për çfarë përdorin ata? Jam kureshtar. Nuk e kam këtë vrasje. Për se di që ngjyre ka për të sjell njerëzit të islam. Misat më shkojnë. Është shumë e vërtet. Për të trembur misat. Ne edhe pistoletës i themi me fjalën e bukur hacker. Përdorin fjalë hackeri. Ka hacker me vete. E ka hacker. Okej. E kupton? Pra hacker aty nëpër makina, mbushur makinat me ekra. Klod, vëndçja juaj? Jo, vëndçja ime është hapni çakrat. Tani do një njëri që hapë çakrat? Se si hap, do të vetë çakrat tani? Dëgjoj, besoj se shikoni këtë bluzën roz këtu, që është Tori Roz. Është një nga kauzat që unë mbështes fort dhe po e çoj dhe këtë mesazh me 25 tetor, pra që është ashtu në 10, unë organizoj një event fest joge tek Likeni, Vëndçe, për gjininë femrore, për sensibilizimin dhe ndërgjegjësimin e kancerit të gjirit. Çfarë dua t'i them të rinjve? Pra, besoj se e lexoni këtë? Unë e dua veten. Okej. Shumë mirë. Unë e them vetes këtë, edhe unë ndërkohë i them, thueni që unë e dua jetën. Okej? Pra, një nga dhuratat më të bukura që ju ka dhënë nëna juaj është jeta.
Pra, nëse e doni nënën tuaj, përpiquni mos ta lëndoni atë kundrejt dhunës që shkaktoni tek një adoleshent tjetër. Sepse lëndoni nënën e atij, po dhe nënën tuaj. Pra, nëse i doni nëna tuaja, përpiquni që t'jeni me sa më shumë zemër, paqe, dashuri dhe jo dhunë. Nels? Të dashur adoleshent, fëmijë, duani jetën, duani veten tuaj, ndërsa për ju prindër, në qoftë se nuk kujdeseni për fëmijët, koka tuaja hëngshi. O, viroza. Vënqe, pa. Vënqe. Pastaj e ka thënë dhe dikush para me, të hangë kokat e tyre. Vënqe ishe dhe... Jo, nuk e kam për shkake, jo, nuk ta habita, është çështja që dalin nga zëmra ato, është çakër ajo, ja. Zëmra është çakër. Hap ajo çakra. Po hap çakra. Të këtu e ka zjarra i, pa dhe qia. Shqiptarët kanë vetëm një çakër, vlla. Që ta hanojnë, që ta kenë gojnë të mbushur me ndonjë gjë. E kupton edhe që të shajnë pa e kuptuar se ç'a thua. Të tjerat janë betonizuar. Janë betonizuar. Kështu që mendimi im shumë i thjeshtë është, nuk e shpëton dot fëmijën tënd, edhe sikur ta kështërngosh fot për dorë, sepse mënyra e vetme për ta shpëtuar është të shtrëngosh për dorë edhe fëmin tim. Po s'bëre këtë, s'ke bërë asgjë. Po, absolutisht. E kanë çakrat këtë? E kanë? Si shumë çakër, kjo po hajë. Po. Hyn te çakrat. Me çakra e dorës, dora është çakër. Dgjoj, Dhe pa shtuar asgjë nga kjo fjali, se nuk mund të flasësh mbas herionit. Unë nuk e di, unë s'flas. Do flasi i paneli dytë mas me.